Për herë të parë kanë dalë fotot e takimit të shumë përfolur në Aruba, ku pjesë të cilit është edhe Artur Shehu, i njohur ndryshe si një nga pronarët e tokave në Zvërnec, ku do të bëhen investime. Në dosjen hetimore të SPAK janë vënë në dispozicion të dhëna në lidhje me personat në hetim Artur Shehu, Adrian Rama, Rion Rama, Elton Mehmeti, për shkallën e pjesëmarrjes së tyre në takimet e ndryshme të konstatuara gjatë hetimit, me theks të veçantë te takimet e zhvilluara në ishullin Aruba dhe në Monaco, të cilat janë të lidhura ngushtësisht me operacionin trafikut të drogës. Këto takime janë kryer sipas hetimeve përpara operacionit të trafikut të drogës që ndodhi në Barcelonë në janar 2020, ku sekuestruan 441 kg kokainë dhe u arrestua kushëriri Alfredo Hamzait, shtetasi Indrit Kulaj. Gjithashtu është përfolur gjatë gjithë kësaj kohe që pjesë e këtij takimi kanë qenë edhe politikan shqiptar, megjithatë në dosje nuk jepen detaje se cili është politikani. Në dosjen e SPAK flitet për njohje dhe takime ndërmjet personave në hetim Artur Shehu dhe Arben Ismailaj, këto të zhvilluara në Majorka, në Gjermani, në Aruba apo Belgjik, me funksionar të lartë shtetëror të shtetit shqiptar, shpjegon SPAK. Në lidhje me investimet, rezulton se nga ekspertimet e aparateve celulare janë gjetur të dhëna me interes të cilat lidhen me personat në hetim në kryen e investimeve në Green Coast. Mëtej në dosje shpjegohet se brenda aparateve celulare me Arben Ismailajn është gjetur profili Ervin Kajno. Emri personit në fjalë, thot SPAK, përkon me atë të drejtorit të projekteve të korporatës Balfin Group. Në aparatin telefonik të Arben Ismailaj dhe Alfredo Hamzait janë gjetur skedar të shumt multimedial, foto dhe video që lidhen me punime në ndërtim apo projekte tokash dhe projekte ndërtimi, ku rezulton se shumë prej tyre janë të njëjta ndër pajisjet e secilit. Në lidhje me rezidencën Green Coast, të përmendur më lart sqaron më tej prokuroria e posaçme, janë gjetur referenca të ndryshme të përdoruesit të sistemit Sky SCC, të ofruara nga autoritetet belge për analizë. Gjithashtu, lidhur me investimet e kryera në Bregdetin e Jugut të Shqipërisë krahas komunikimeve të përfituara nga hetimet e autoriteteve belge, janë përftuar të dhëna me interes në kuadër të këtyre investimeve të kryera në ndërtim nga ky grup kriminal.